Rritja e bruto prodhimit të brendshëm prej 3.1% në tremujorin e parë të këtij viti, inflacioni dhe standardi i jetesës së qytetarëve janë tema që përplasin pushtetin dhe opozitën. Deputeti i LSDM-s Fatmir Bytyqi, deklaratën e djeshme të kryeministrit Mickoski se jemi në 5 vendet e para në Evropë për rritje të bruto prodhimtarisë vendore, e quajti manipulim të ri. Ai thotë se me inflacion prej 5.7%, standardi i jetesës së qytetarëve po bie. Но истиот извештај покажува дека финалната потрошувачка има учество од дури 86,4% од бруто домашниот производ. И ова е клучен параметар на економијата кој премиерот вчера го премолчи. Растот главно доаѓа од потрошувачката, а потрошувачката расте во услови на високи цени, односно инфлација. Кога граѓаните плаќаат повеќе за истите производи, номиналната потрошувачка расте. Но тоа не значи подобар живот, тоа значи поскап живот. Ако бруто домашен производ расте 3,1%, а инфлацијата е 5,7%, тогаш цените растат побрзо од економијата. Bytyqi i bën vërejtje kryeministrit edhe se nga ekonomia e tretë me rritjen më të shpejtë në Evropë ka ulur ambicien në 5 vendet e para në Evropë sipas rritjes së bruto prodhimtarisë vendore. Ai thotë se bëhet fjalë për qëllim politik që nga një numër statistikor të bëhet një përrallë ekonomike, ndërsa qytetarët jetojnë në makth. Kryeministri dje përmes një prezantimi video në qeveri publikoi se sipas Eurostat, Maqedonia është ndër 5 vendet e para në Evropë sipas rritjes së bruto prodhimit të brendshëm. Според остварениот раст на бруто домашниот производ, бројка како процент од бруто домашниот производ, и ќе забележите дека ние сме на 5-то место, споредено со државите за кои што растот од страна на Евростат е објавен. Има и такви за кои што се уште растот не е објавен, но веднаш позади Малта, Полска, Србија се наоѓаме ние практично. Kryeministri përveç rritjes së bruto prodhimtarisë vendore u ndal edhe te, siç tha, rezultatet pozitive në ekonomi, si rritja e prodhimit industrial për 7.6% në prill, si dhe ulja e shkallës së papunësisë. Ndërsa Bytyqi vlerëson se gjendja është e keqe, se po zvoglohet numri i punëtorëve në industri, po bien investime të huaja, po rritet borxhi publik dhe likuiditeti po financohet me huazime të reja.